Pas ditëve me diell dhe temperatura të larta, vendi është përfshirë nga një rënje e ndjeshme e temperaturave. Ajri i ftohtë ka rikthyer atmosferën e vjeshtës. Nga Drejtoria për çështje hidrometeorologjike paralajmëruan se do të fryjë edhe erë mesatare deri në të përforcuar nga drejtimi verior. Posaçërisht në Shkup ata njoftuan se temperatura minimale do të ulet në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 11 gradë Celsius. Temperaturë minimale do të jetë në interval prej 6 deri në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrijë prej 7 deri në 13 gradë. Në Shkup, moti do të jetë me vranësira dhe i ftohtë dhe me rreqe të kohëpaskoshme të shiut. Do të fryjë dhe erë mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 10, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 11 gradë Celsius. Ndërkaq në viset malore ata paralajmëruan se rreshjet e shiut do të kalojnë në rreshjet e dëborës, nga ku tashmë veç se shihet bora e parë në vendbanimet më të larta si Lazaropole, Broshtic, zona e Zhupës së Epërme, në fshatin Tatar Elvec mbi qytet, si dhe në Mavrov dhe në Kodrën e Diellit.